Mirdita. Jam tani dhe dua të sqaroj diçka. Dua të sqaroj diçka që mua si të krishter më indinjon. Përse bota feston 2 Pashk? Përse bota feston 2 herë Pashkën? Krishti vetëm një herë u ringjall. Nuk u ringjall 2 herë. Pra Krishti vetëm një herë është ringjallur. Në qoftë se festojmë 2 Pashk, 2 herë Pashkën, që është një, vetëm një, kjo do të thotë që Krishti e kemi krijuar, e kemi vrarë përsëri dhe përsëri ai është ringjallur. Kjo nuk shkon as pak. Në qoftë se festojmë 2 Pashk, në pak ajo është një dhe vetëm një, sepse një herë është bërë ngjarja e një ringjallje së Krishtit, vetëm një herë është kryer, nuk u krye 2 herë. Kështu i bie për të që ne kemi vrarë Krishtin në kohën tonë. Sepse ashtu e mendoj unë. Sepse Pashka e dytë, ose Pashka e rrëme, u sankcionua nga koropëvaqja greke, nga koropillakët e Greqisë, ose Kisha Ortodokse greke. Vëllezër të krishterë, fesoni vetëm një Pashk, Pashkën e vërtetë, atë që është ringjallur me të vërtetë Krishti, e jo 2. Sepse nuk e kemi vrarë për të dytën herë Krishtin, sepse nuk e kemi vrarë ne për të dytën herë, për herë të dytë Krishtin. Pra, fesoni vetëm një Pashk. Vetëm një Pashk. Ashtu si janë Krishtlindja
ashtu është edhe Pashka. Pra, Krishtlindjet janë një, dhe po një, duhet jetë edhe Pashka. S'ka vrasje për e dytën herë. Kësaj i thonë të tallesh me Krishtin dhe aq më keq me Kryusin atë. Besoj se të ndini mend.